Bukë të holla me hudhra, sikur në për restorante. Përgatitja shumë e shpejtë, nuk ju nevojitet moja buke, pra brumi nuk dyfishohet. Besoj se kam ju pëlqy receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtyre bukëve shumë të shpejta dhe shumë të shijshme, ideale për mëngjese, me speca me lang, shkojnë shumë apo me ndonjë fërgesë. Ashtu këto bukë mund t'i gjeni edhe në për restorante të ndryshme servohen. Në njëjën të madhe shtojmë 150 ml me qumsh, qumshi nuk duhet jetë i vakët. Shtoj një gotë çaj 110 ml me ujë të vakët. Ja shtoj një gotë çaj 110 ml me vaj. Përgatitja nuk ju merr shumë kohë, shumë të shpejta janë. Dhe ja shtoj millin, gjithsej mill na duhen 500 gram. Shtoj një lugë gjelle me krep. Ja shtoj një pluhur për pjekje, paketimi është 15 gramash, dhe një lugë gjelle mbushur plot me uthull bardhë, uthull ushqimore. Dhe masën fillojmë direkt ta punojmë me dorë. Punojmë derisa brumi plotësisht largohet nga dora. Sa më shumë që të punohet, aq më të mira do dalin bukët. Këto masa janë të mjaftueshme të millit, por ndonjëherë shkon dhe pak më shumë, sepse varet nga marka e millit, mirëpo në fillim ja hedhni vetëm 500 gram, nëse duhet shtoni më pas. E punojmë. Kam punuar brumin, e vëreni ka dalë një brum i butë, nuk mu ka dash që të shtoj mill, mjaftueshëm është trashësia. Tash morim dhe brumin e kalojmë tavolinë punës, hedhim mill në tavolinë dhe e kalojmë brumin, hedhim mill pak më shumë se zakonisht pasi brumi është i butë, që ta punojmë më lehtë. Dhe tash brumin e punoj mirë. Kam harru që të cek, nga momenti që filloni që të bëni përgatitjen e brumit, dhëzni furnën dhe nxeni në 220 gradë. Nxeni mirë furrën, sepse brumi i këtyre bukëve nuk nevojitet që dyfishohet, pjekët kështu direkt dhe bëhen shumë bukta. Ja vlen me provu këtë recetë. E punoj mirë brumin tek milli. Kam punuar mirë brumin, tash brumin e ndaj në 4 kuleç. Nëse përgatitni për më shumë persona, atëherë vetëm se dyfishoni masat e brumit. Këto masa janë për 4 persona dhe secilës pjesë ja jap formën e një kulaçi, duke rrotullisë në miell. Këtë mënyrë me të gjitha veproj. Kam punuar gjithë kuleçët, tash marr kulaçin e parë, hedhi miell dhe filloj që të bëj hapjen në një masi dikon rreth 15 cm, vetëm se munduhem ta bëj në trashësinë e njëjtë nga gjithë anët. Besoj se është mjaftueshëm kjo masi. Ja pra, dikon rreth gjysmë centimetre. Tash të gjitha i hapi kështu në anë shkopit.
Bukët i kam vendosur në tepsin kam shtru letër për pjekje, tash këtu kam shkri dikon rreth 60 gram me gjalp dhe i shtoj hudhra tek gjalpi, do me thënë kjo është një lloj marinate që do i lyjmë si për bukë. Hudhra dikon kam 7-8 thelbi me hudhra, kam coptuar në copsa të vogla. Dhe i ashtoj një lugë gjelle të mbushur plot me magdanoz të thatë dhe masën e përzi mirë. Magdanozi dhe hudhrat ja japin shijen këtyre bukëve dhe tek secila bukë kështu sipër hedhi pak nga masa e përgatitur dhe i përhapi në anë të brushës. Ndoha mirë që t'i përhapi në gjithë sipërfaqen. Kështu tek të gjitha shtoj nga pak. Kam bërë lyrjen e bukëve, tash i fus në furrën e nxehtë, siç e ceka edhe më parë, 220 gradë për 18 rreth 20 minutave. Bukët i kam largu nga furra, tash i mbuloj me një pecetë kuzhine, i loj që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Bukët janë ftohur pak, unë ja kam vendosur dhe një kese kështu najloni, foli najloni. Ja largoj, janë ftohur pak, njëkohësisht janë zbutur. Ta mori një dhe ta shifni si kanë dalin të buta, edhe pse janë pa maja buke, dalin shumë të buta. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë bukë të holla me hudhra, ju bëfshin mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.